Të shikues të nderuar të Radio Televizionit të Besa, kudo që jeni, ju përshëndesim nga studio numër 1 e Televizionit të Besa. Tani më është intervista e dytë e javës dhe natyrisht me këtë emision do të vazhdojmë edhe tutje për të pasur mundësinë që brenda një javë të sjellim aktualitetin e javës përmes kësaj interviste, cila do të jenë intervista ekskluzive. Me që intervista e parë për shkak të aktualitetit ishte me Sadek Alitja, natyrisht intervista që meritore për të qenë intervista e javës është pikërisht me ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit të Shtetit Republikës Kosovës me zotëri Syl Hoxhën. Sonte për 30 minuta do të mundohemi që bashkërisht me kryeprokurorin Hoxha të diskutojmë për të drejtat ligjore të cilat natyrisht tani më zbatohen në Republikën e Kosovës dhe për angazhimet që ka kryeprokuria e Shtetit. Bashkërisht besojmë se për pak të 30 minuta të cilat i kemi të para ose edhe pak minuta më shumë, do të kemi mundësi që zoti Hoxha të shpjegojë të gjitha mundësitë e do thotë ligjore të cilat i zbaton në kemi ardhur në intervistën e javës të Televizionit Besa. Mirë që gjetëm dhe faleminderit për ftesën. Fillimisht do të ishte për këtë intervistë do të ishte pyetja e parë se çfarë në fakt cilat janë angazhimet aktuale të kryeprokurisë së Shtetit, ku në krye të kësaj kryeprokurie qëndroni ju? Aktualisht zyra e kryeprokurorit të Shtetit të Republikës Kosovës është në pritje sipër të emërimit të kryeprokurorit të ri të Shtetit, siç jeni ndjeni edhe ju në ditë më parë, me 22 shkurt, kemi Këshilli Prokurorit i Kosovës e ka votu kandidatin për kryeprokuror të Shtetit, zotin Aleksandr Lomezi. Ne kemi dërgu emrin e tij tek presidentja për dekretim dhe jemi në pritje sipër. Mirë po, siç e shihni edhe ju vetë, Këshilli Prokuror, por edhe zyra kryeprokurorit të Shtetit është duke punuar, është duke funksionuar normalisht, mirë po kjo është më aktuale, siç e thash, pritja e dekretimit e kryeprokurorit të ri. Kur pritet të bëhet dekretimi nga presidentja e Shtetit e kryeprokurorit, ose nëse nuk bëhet, cili do të ishte afati kohor për rishpalljen në ndonjë konkursi të ri, nëse nuk e me ligj presidenti i vendit 60 ditë i ka disponim prej ditës kur e merr propozimin e Këshillit Prokurorit, në rastin konkret propozimin tonë që ja kemi dërgu. Kanë kalu veç 40 ditë kanë kalu, edhe disa ditë janë i ka në disponim presidentja dhe do të vendos për dekretim. Dhe pritet pastaj? Dhe nëse dekretohet, atëherë fillon punën kryeprokurori i ri. Unë sigurisht do të kthehem këtu në vendin tim. Zoti Hoxha ka pasur një keq kuptim, problemi është me shefin me Enver Hasanin, do thotë me çfarë ka lidhje me këtë, sepse këto kanë qenë fjalë ndoshta pa shumë të mediave ose të ndryshme. Për hir edhe të teleshikuesve tuaj edhe të opinionit gjerë, ju njoftoj se vitin e kaluar, siç jeni ndjeni, gjykata kushtetuese pas ankesës së 2 kandidatëve pretendent vitit kaluar, e ka prish procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorit të Shtetit dhe me atë aktgjykim, gjykata kushtetuese neve, domthonë Këshillin Prokurorit të Kosovës, e ka obligu që pas përfundimit të këtij procesi të përsëritur, ta njoftoj me shkrim për rrjedhjen e procesit. Kështu që ne kemi qenë me atë gjykim, kemi qenë të obliguar me njoftu dhe kemi njoftu gjykatën kushtetuese. Kështu që nuk ka kurfar tendenca, nuk duhet ketë kurfar keq kuptimin këtë drejtim. Kjo ka qenë obligative për neve me atë gjykim, çështu ka qenë para parë dhe nuk ka kur gjë tjetër. Kërkush nuk është ankutash, se e kemi pas veç një kandidat, edhe që, po thamë, gjykata na ka obligu me gjykimin e vitit kaluar, që këtë proces përsëritur ta njoftojmë me shkrim gjykatën për rrjedhjen. A është në rregull të jetë vetëm një kandidat, zotri Hoxha? Po shqyqon, nuk e kemi në atë, nuk është ndaluar, as me legj, as me rregullohen për përzgjedhjen e kryeprokurorit të Shtetit, nuk e kemi parapar këtë mundësi që kështu që nuk ka ndonjë pengesë ndalore. Ja, nuk është antiligjore. Kur flasim për
do më thonë për punën ose për zyrën e kryeprokurorit të shtetit, natyrisht shohim se keni pasur shumë angazhime dhe ajo që ju ka rënë sy bisedë të shikuesve tonë, por edhe qytetarëve të Republikës Kosovës, këtë rast edhe komunës Prishtinë, është takime të shumta tuaja që keni pasur qoftë edhe me subjektet politike ose me asociacione politike ndërkombëtare. Në fakt, si vlerësohet puna e prokurorisë së shtetit nga ndërkombëtarët dhe çfarë raporti ka krijuar Syl Hoxha me ata? Shiqoni, në cilësinë e kryeprokurorit. Kjo atë kam unë si ushtrues detyrë kryeprokurorit shtetit, kemi kontakte edhe me Oleksin, bashkëpunim të mirë, kemi me Bashkimin Evropian, kemi me normal edhe me Presidencën e Kosovës, edhe kemi me Ambasadën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, sepse Ambasada Amerikane, BEA, Oleksi na ndihmojnë, na monitorojnë, por edhe na ndihmojnë e punën e Këshillit Prokuroral të Kosovës. Ne kemi një bashkëpunim të mirë dhe unë për shfrytëzorasin t'i falenderoj gjithë këta se na kanë ndihmuar dhe po na ndihmojnë në punën tonë dhe gjitha proceset, si për nxjerrjen e akteve normative apo edhe të agjendave të tjera për përpilimin e strategjive, pastaj për prokurorët, trajnimin e tyre, vizita studimore e kështu me radhë. Vitin e kaluar në bashkëpunim me Presidencën edhe me Ambasadën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, por edhe me Ministrinë e Drejtësisë, kemi organizuar një konferencë rajonale në Prishtinë, sfidat në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit, në të cilën kanë marrë pjesë shtetet e rajonit, duke filluar prej Slovenisë, e gjitha vetëm Serbia nuk ka marrë pjesë, edhe pse kanë qenë ftuar, ata janë arsyetuese kryeprokurori i tyre i shtetit Serbisë ka qenë i zonë e kështu me radhë, por kanë marrë pjesë gjitha shtetet e rajonit, kryeprokuror dhe prokurorë tyre shteteve, kanë marrë pjesë ekspert nga Qendra Marshall, kanë marrë pjesë ekspert prokuror nga fusha e terrorizmit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra ekspert ndryshëm, dhe kanë marrë pjesë pothuajse gjithë ambasadorët e akredituar në Republikën e Kosovës dhe konsiderojmë se kjo konferencë është vlerësuar lartë. Po, kur flasim për zyrën edhe natyrisht ju jeni ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, çfarë mendimi ndani për gjykatën tani për në vendimin e gjykatës speciale i cili po pretendohet themelohet në Kosovë? Po shiqoni, kjo veç është një çështje e kryer, besoj unë, janë marrë vesh letërkëmbimet mes Presidentës Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Do ta ndihmoj në Kosovë gjykata speciale? Po konsiderojmë se do ta ndihmoj. Do ta ndihmoj se sigurisht na kanë thënë edhe personat e tjerë, pa thamë edhe unë, ne nuk duhet të kemi ndonjë themi kështu ndonjë pasigurim këtë drejtim, nga se gjykata speciale dhe një dhomë veçantë dhe prokurisë speciale, unë konsideroj se do të merren me raste të caktuara, për një periudhë të caktuar, pra është fjala për vitin 98, 99 dhe 2000, kështu me radhë, dhe sigurisht se për këte do të përgjigjen individ caktuar. Nuk kemi të bëjmë me luftën, nuk kemi të bëjmë me shërimtarët, por me disa persona për cilët ekzistojnë, si mas gjitha gjasëve, prokurori Amerikan Williamson ka bë disa hetime dhe ka disa të gjetër, për cilat nuk i dinë, bëmi sinqert, mirë po a i ka gjetë disa fakte dhe kështu që kanë kërku krijimin e kësaj gjykate speciale, e cila do të merret me një numër caktuar të individëve. Pra jo, nuk ka këtu kur farë fushate, nuk ka kur farë tendence, unë konsiderojnë këtë drejtim, por është çështje të cilat ne, për thamë tash, nuk kemi mund nështë ati të zhvillojmë për shkak të rrethanave të caktuara, për shkak kushtet në cilat jetojmë, se ndoshta kishme qenë ma mirë që ne, si vendor, ta krijojmë një gjykatë tillë dhe ne të veprojmë dhe t'i tregojmë edhe botës se ne jemi ata që do të ballafaqohemi me secilën sfidë, pra sa i përket aspektit të drejtësisë apo luftës kundër krimit të çfarëdo lloji dhe çfarëdo natyre.
Natyrisht ju drejtësia në Kosovë, ose tash po flas për ligjet në Kosovë dhe për prokurorët e ndryshëm dhe zyra juaj, ku ju jeni ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, keni bërë angazhime të shumta. Megjithatë, u pa se Euleksi përmes një prokurore të caktuar bamje dol se ata kanë pasur probleme të caktuara sa i përket korrupsionit. Si vlerësohet kjo nga prokuroria, nga kryeprokurori këtë rast dhe nga gjyqësia vendore? Shqoni, zyra e prokurorit të shtetit të Republikës Kosovës, para se me dalë në opinion, apo të themi si përfaqe Maria Bamje, ka kriju një task force për prokurorëve të Euleksit dhe prokurorëve vendor, që të janë të marrë me këtë fenomen, po me korrupsionin në Euleks, ndaj gjyqtarëve, prokurorëve të Euleksit, cilë kanë vepru në Kosovë. Nuk do të thotë se aty nuk ka dhe ndonjë vendor anash i përfshirë te, unë ju thamë sinqerisht nuk i di emrat, nuk i di numrin aty individëve, por e di në bazë kompetencave të autorizimeve që edhe kam bërë disa kërkesa që më kanë taku mu, jam drejtuar dhe Brukselit për instanca të tjera për marrjet imunitetit për çështje të caktuara, që po thamë që i kanë taku zyres cilën unë e udhëheqi aktualisht, dhe nuk e di numrin, nuk e di, ajo task force është shumë profesionalizuar dhe është e ndarë në veti dhe unë kam kërkuar edhe për tjerëve që ne këtë task force vetëm duhet ta ndihmojmë në asnjë mënyrë të mos e pengojmë punën e saj. Dihet hetimet kur zhvillohen, aty duhet me qenë pa varën për mos mi dëmtu hetimet. Unë e them edhe këta. Ka qenë kjo shqetësuese edhe për neve. Unë i kam thënë edhe udhëheqësve të Euleksit, ju them edhe ju tash opinionin gjerë, nuk është jemi gëzu ne vendorët, as unë personalisht, as kolegët e mi që kanë ndodhur diçka të tillë që po dyshohet për diçka të tillë për një aferë korruptive edhe në Euleks, sepse Euleksi është në Kosovë, Euleksi është për rend dhe ligj, Euleksi na ka ndihmu, mirë po që si që thash ma herët edhe për gjykatën speciale, edhe këtu është çështja e individëve të caktuar. Nuk do të thotë se i tërë Euleksi është i përfshim në atë aferë, po individ caktuar, nëse vërtetohet gjatë hetimeve, sigurisht se ata fillimisht e kanë kompromitu vetin, për ndoshta njollë e kanë qitë edhe Euleksit. Unë po tham prap, nuk na ka ardhur mirë, as nuk na vjen mirë, nuk nashim ne në fatkeqësinë e dikujt tjetër. Mirë po, prapë ju siguroj se task forca është duke punuar në këtë drejtim dhe do të dalë me rezultate konkrete dhe do të ndriçohen edhe këto raste. Zotri Hoxha, kur flasim për gjyqësorje, natyrisht ka opinione të ndryshme, do thotë, përderisa flasim me kryeprokuror të caktuar, ka ankesa të shumta për punë dhe angazhime për landë grumbullura, për landë dhe angazhime të tejmase për prokurorët gjyqësori gjithashtu, ndërkaq mediat kushtimisht aqoj dhe portalet e shumta kanë akuzat vazhdueshme ndaj gjyqësorit se sipas tyre ata janë më neglizhentët ose dhe më keq bila ta shkruajnë herë dhe thonë se dhe ka korrupsion brenda gjyqësorit. Sa kjo në fakt mund të qëndrojë? Shqoni, unë problemin më të madh këtë drejtim e shoh te mungesa e prokurorëve. Po flasë i njëjta çështje është atë gjyqtar, po nuk jam i autorizuar të flas për gjykatat, po për prokurorët. Unë po ju them se kemi një mungesë të konsiderueshme të prokurorëve. Në raport që këtu pasi jemi edhe në Prizren, ku keni Selin edhe ju se televizion, po ju them se prokuria themelore në Prizren, sidomos departamenti i përgjithshëm ka një numër të vogël të prokurorëve në raport me numrin e gjyqtarëve dhe me numrin e landëve të cilat i kanë punë dhe janë të stërngarkuar. Kështu që aty mund të bjen edhe cilësia, kvaliteti, aty ka vonesa në përveçanca gjyqësore, ka vonesa në zgjidhjen e rasteve, pra në zhvillimin e hetimeve kështu me radhë. Ne e kemi të shpallur që nga viti i kaluar një konkurs edhe për 18 pozita të reja prokurorëve në nivel të Kosovës, po procedurat si të ne na marrin kohë pak më tepër dhe sa verifikime, na marrin kohë pak më tepër se sa duhet, kështu që jemi afër të emërimit të 18 prokurorëve. Unë për shfrytëzorasin të njoftoj edhe ju dhe opinionin e gjerë se shpejti do t'i drejtohem qeverisë Kosovës me një kërkesë që ta shtojmë edhe numrin edhe për 20 prokurorë të ri,
që e konsideroj të domosdoshme dhe besoj që do të hasim mirë kuptim të qeveria e Republikës Kosovës, që do të na lejoni këtë numër të prokurorëve dhe ne gjatë këtij viti ta kompletojmë apo parafërsisht ta kemi një numër i cili i duhet prokurisë shtetit me prokuror. Dhe sigurisht se edhe rezultatet nuk do të mungojnë. Por kemi një numër të konsiderueshëm në raport edhe me landët, edhe në raport me gjyqtarët e kështu me radhë. Kur jemi të prokurorët, me që tashmë u ram në këtë nivel të prokurorëve për të biseduar në këtë bashkëbisedim, kemi pasur ditë më parë një kushtimisht ta quaj zotëri kryeprokuror një akuzë nga drejtori rajonal i policisë në Prizren se prokuroria ose në fakt gjyqësia për njerëzit të caktuar dhe pse policia kryen punën e tyre, ndërkaq më pastaj ata lirohen dhe disi është ndier keq ndoshta kjo tek qytetari sepse qytetari e ka marrë pak në mënyrë pak më ndryshe këtë problem se jo ashtu në formë të thjeshtë. Mu vjen keq prej qytetarëve, prej opinionit gjerë se ata nuk kanë kohë edhe nuk i dinë edhe procedurët dhe rregullat tona, normat tona. Shiqeni, secili prej organeve ka punën e vet, policia ka punën e vet. Mi ndalu njerëz, mi arrestu njerëz, mi bo kallëzimet penale kështu me radhë. Pastaj prokurori çështjes e vlerëson. E vlerëson, duhet të caktohet paraburgimit, kërkohet caktimi i paraburgimit nga ana e gjykatës apo jo, në bazë të atyre provave që i ka e kështu me radhë. Dhe kështu besoj që nuk ka kurgjë nuk ka të keqen këtë drejtim, sepse edhe prokuria e shtetit e kryen me këto kapacitete që i ka, po ju garantoj se e kryen punën mas mirë të mundur. Mirë po zotëri Hoxha, këtu po duhet pak të ndërhyjë nëse nuk të pengon. Në fakt sa ju keni qenë kryeprokurori i prokurisë së qarkut në Prizren dhe drejtori ka pasur fjalë tjera sepse ka thënë se kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Ndërkohë ka lëviz kjo. Nuk do të them ashtu se unë jam këtu, unë shpesh ndalem. Unë s'deshta me ndërhyjë se më duk shumë personale. Unë shpesh ndalem në prokuri këtu në Prizren edhe kontaktoj edhe marr pjesë në takime në kolegium të prokurorëve të Prizrenit, kështu që nuk ka kurgjë të keq edhe në këtë drejtim, bashkëpunimi ekziston, po po them mungesa se kemi pas lëvizje në vitin e fundit, apo më thonë 2 vitet e fundit, kemi pas lëvizje të prokurorëve dhe kem numër të vogël prokurorëve me nevojat të cilat janë, dhe sigurisht se këto reflektohen, deshta apo nuk deshta reflektohen. Nëse e kërkon një prokuror së në merr telefon, ajo është në seancë gjyqësore, apo dikun e tash më njerë krijohet ndoshta një pak nersi apo një nervoz, ose të jetues policor, ose ku ndëgjojnë edhe qytetarët e tjerë thonë, s'janë ka prokurorin vend gjajës, apo u vonu në seancë kështu më radhë. Përndryshe i njëjti bashkëpunim është në atë njëjtit njerëz jem këtu edhe këtu nuk do të ketë kur farë hezitimin këtë drejtim. Bashkëpunimi polici prokurori ka qenë çdo herë nivel dhe do të jetë nivelin më të mirë të mundshëm. Unë kam thonë prapë përsëris, Prizreni për këtë bashkëpunim ne jemi shembull në Kosovë. Po, deklarata e drejtorit e policisë rajonale në Prizren ka qenë publike për këtë çështje. Po do unë publikisht po foli. Dhe ka qenë publike, po po them, ndoshta me një për shkak të angazhimit, me një rrethon caktuar, ngarkesë që ka pasaj me rastet të cilat i kanë poseduar tusht, ai ka thonë atë deklarat, po unë e di çka mendon edhe drejtori dhe çka mendojmë na në raport me polici prokurori. Kur jemi tek luftimi i korrupsionit, në fakt sa ka kushte Kosova për ta luftuar korrupsionin, sepse tani më kjo është bërë një vizë vetme për të integruar Kosova drejt Bashkisë Evropiane. Unë konsideroj se njëna prej sfidave është lufta kundër korrupsionit në Kosovë. Duhet kemi një shtet ligjor, duhet t'i tregojmë opinionit se jemi gatshëm. Unë besoj se prokuria e shtetit ka kapacitete të tilla. Unë kam thënë edhe hera të tjera prapë përsëris. Gjithë ne duhet ta kemi gatishmërinë për ta luftuar korrupsionin, të fillu për gjitha institucionet, por edhe për qytetarëve, edhe për ju mediave, për shoqërisë civile, për deputetëve, pse jo. Një ditë një udhëheqje një institucioni në bisedë sipër ma parashtoi këtë pyetje, çka do të bëjmë, çka të bëjmë
Tha se çdo kush që po vjen edhe prej jashtme po kërkon me luftu korrupsionin. Unë ja tregova një proverb, për fjalë tu autorën që thonë, populli ka thonë çdo herë i ndërrum qas. Po. Pa thonë kanshmën sunë merë atë, pa thonë dhimshëm sunë merë kanshmën. Kështu që ne duhet i përvjelim duhet një herë për gjithmonë se edhe nëse është dikush afër nesh edhe pranë nesh e duhet del para ligjit, ai duhet me dalë. Nuk ka rrugë dalje tjetër. Ne marrim shembull e Republikën e Kroacisë. Unë kam pas takime edhe me kryeprokurorin e Kroacisë, me kolegën Cvitan, ata kanë bërë një punë shumë të madhe në luftën kundër korrupsionit, se ka qenë një vijë të fillu prej ish-kryeministrit tyne të shtetit kroat, e deri në instancat ka qenë e degëzuar deri në instancat më të ulta, ndoshta deri të ndonjë shërbës civil apo në drejtorie e tjerë, ka qenë një rrjet i caktuar. Mirë po që Republika e Kroacisë, Prokuria e Kroacisë e ka thryer akullin dhe ka tregu gatishmërinë dhe e ka bërë një punë mjaft madhe. Unë jam në kontakt edhe me shtetet e rajonit, këtë vit planifikojmë ta mbajmë edhe një konferencë rajonale në luftë kundër korrupsionit, do të ftojmë kolegë edhe ekspert, edhe kolegë kryeprokuror, edhe ekspert nga fusha e korrupsionit që janë marrë me këto dhe të vinë edhe të bashkëbisedojmë dhe t'i marrim edhe përvojat e të tjerëve dhe t'i aplikojmë edhe ne në Kosovë, se unë konsideroj se ndoshta është momenti i fundit që ne duhet t'i tregojmë s'pari qytetarëve tanë, por pastaj edhe botës se jemi të përkushtuar, e kem gatishmërinë, e kem disponimin edhe vullnetin për ta luftuar korrupsionin. Ju gati pak a shumë e preket këtë çështje, megjithatë tani më publikisht ka dalur edhe një deklarate njërit nga ambasadorët ndërkombëtar që është i vendosur me Selin Prishtinë, i cili thotë se gjyqësorit, qësisht prokurorëve në Kosovë duhet të jenë heronjë. Si e vlerësoni këtë deklaratë? Po, është shëqo, ne e kemi marrë një barë mjafton, ka njerë në bisedë me kolegë, kur bashkë bisedojmë, thamë ka njerë po harrojmë na, në qëfar flakë kemi hy. Ne nëse nuk e tregojmë vetin, ne edhe duhet mu prish me njerëzë me qarqet saktume për ta luftu korrupsionin. Ne asesina nuk bon me qenë qetë nëse korrupsioni është në këtë nivel. Ne nuk duhet prokurorit jetë i qetë në asnjë moment. Ai duhet jetë në mballë dhe të kërkojë ndihmën edhe prej policisë, edhe prej organeve tjera, cilat janë për shëndim të ligjit, për t'ju ofruar prova, për t'ju ofruar mbështetje, që të dalim sa ma të përgatitur, që të kemi provat mjaftuara për... Sa kanë prokurorit hapësirë për të luftuar korrupsionin në Kosovë? Shqo, unë e thash edhe më herët, prapa thamë, ne kemi bazën ligjore, ne i kemi, po kemi edhe hapësirë, po kemi ne hapësirë dhe besoj që këtu është bën një punë e cila do të vlerësohet dhe duhet vlerësohet, por kjo edhe neve na merr pak kohë për shkak të hetimeve, për shkak të natyrës punës, se unë besoj që gjatë këtyre muajve apo gjatë këtij viti sigurisht se do të dalin rezultate konkrete në këtë drejtim. Dhe sigurisht se opinioni, pa tham, ka muhabit për të mirë për punën që është të bërë prokuroria e shtetit. Kur jemi ju e përmendet në fillim thatë se numri megjithatë është i pak pritet 2018. Nëse ata do të dekretohen 18 prokurorë të rinj, mendoni se do të jenë të mjaftueshëm për gjyqin? Jo, unë ju thash edhe 20 pozita tjera do t'i kërkoj dhe unë besoj që aktualisht Kosovë dikun duhet të jetë numri përafërsisht një 200 prokurorë. Aktualisht i kemi vetëm 139. Kështu që rreth 200 prokurorë me qenë në prokurorinë e shtetit, besoj që do të kemi rezultate të mira. Me që jemi në Prizren dhe ju nga Prizreni jeni tani tek zyra e kryeprokurorit të shtetit, si e vlerësoni punën e prokurorisë ku ju keni vepruar dhe tani që vepron të tjerë këtu? Që tash pak më ngushtohet, por unë po të them se prokuroria e themelohet në Prizren që disa vite thuaj se është shembull në nivel të Kosovës me rezultatet. Jo vetëm me bashkëpunimin që është me policinë, me gjykatën, me institucionet tjera, por edhe me rezultate është njëra prej prokurorive më efikase në Kosovë. Dhe besoj që
edhe për këtë kohë sa s'kam qenë këtu, unë kam shtot popull e kom lani kom të mirë në këtë drejtim edhe kolegët e mi, unë për shvizerasin të falendroj se janë të punu me një përkushtim edhe me një vullnet mjaft mirë. Kur jemi tek ju personalisht, keni pasur tani një lloj që pak a shumë është diskutuar pak më gjatë nëpër media për ju, por megjithatë ajo që nuk duhet hyn atë çështje sepse nuk është për të diskutuar, por duhet marrë një opinion sepse në disa media është parë se është thënë se ushtruesit e detyrës së kryeprokurorit të shtetit ka raporte jashtëzakonisht mira me ministrin dhe në momentet e caktuara kanë bashkë. Sa qëndron kjo? Me ministrin e drejtësisë fjala është. Po me ministrin e drejtësisë është e vërtetë që kam raporte shumë të mira. Po ju dini se ministri i drejtësisë është ex officio antar i Këshillit Prokuroral të Kosovës, kështu që ne kemi një bashkëpunim. Përveç se ministria ajo është edhe pjesë përbërëse e Këshillit Prokuroral, kështu që ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Ndërsa dihet përveç si ministri i drejtësisë ajo është edhe antar i Këshillit Prokuroral, kështu që ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Besoj edhe kemi raporte të mira. Ministri Kuqi është veç që një kohë në atë pozitë, ose edhe antar ka qenë edhe ma herët, edhe mandatin e kaluar ka qenë antar i Këshillit Prokuroral dhe ai veç ka hyrë në thelbin e nevojave të punës Këshillit Prokuroral të Kosovës, kështu që është një ndihmës mjaft e madhe për neve. Nga prokuroritë e qarkut që i ka Kosova në fakt, unë s'du ju të bëni dallime, por ku keni ndonjë ngecje pak që mund të evidentohet ose jo? Gjitha prokurorit, i kemi 7 prokurorit themelore tash, gjitha qendret më të mëdha të Kosovës. Në Prishtinë kemi gjendjen pak sa më të rënduar, megjithëse në fund vitit po numrit landëve dhe numrit më të landëve, numrit vogël prokurorëve. Vitin e kaluar janë zgjedhur disa prokurorë dhe është përmirësuar gjendja, po ende ka nevojë, mas shumti ka nevojë për prokuroria themelore e Prishtinës, se janë të koncentruar aty gjitha institucionet edhe numri i banorëve ka landë edhe të natyrës më të rëndë dhe ka landë edhe si numër është më ngarkuar, mirë po besoj që edhe me këto pozitat cilat i kemi në procedurë për këta 18 prokuror, besoj që edhe prokuroria themelore e Prishtinës Kosova të mjaftueshëm? Po na. Kuadrat e prokurorëve? Po, kemi se kuadrat institutit gjyqësor të Kosovës bën edhe trajnimet për prokuror edhe për gjyqësor, po edhe për prokuror, kështu që jemi në vazhdimsi, në kontinuitet të asaj, por po duhet më ne leju që të opozita qeveria edhe që do procedurat pak për në marrin kohë ma tepër, ndërsa se sa duhet, do të bëjmë përpjekje në ndryshu këto rregullore këto, që të vim ma shpejt të prokurorët e ri, të aftësojmë ata prokurorë dhe të angazhojmë edhe sigurisht se do të kemi rezultate ma konkrete. Cilat nga rezultatet pozitive të prokurorivës në nivel vendi do t'i dalloje sonte? Si rezultate? Po, si rezultate që na kemi pas, kam pas kontakte me pothuajse me gjitha prokurorit vendeve të rajonit. Ne kemi memorandum e bashkëpunimi, në fund vitit kaluar kam nënshkru memorandum e bashkëpunimit edhe me prokurorin e shtetit Republikës Maqedonisë, e cila nuk ka qenë deri atëherë, kështu që kemi memorandum e bashkëpunimi dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë, marrim pjesë në javën e kaluar kam qenë me një konferencë të organizuar nga BE-ja në Shkup, kemi raporte shumë të mira me vendet e rajonit, po i shkëmbejmë përvojat, eksperiencat tona dhe po i ndihmojmë. Unë si rezultat që a thonë se vitin e kaluar i kemi 20 prokurorë të ri, i ka dekretu presidentja këtë vit tash edhe, po thamë, jem afër për zgjedhjes së 18 dhe nëse na lejon edhe 20 pozitat, kjo kishme qenë njëna prej punëve më të mëdha që kishme i bën zyra kryeprokurorit dhe Këshillit Prokuroral i Kosovës, sepse do të rritej numri i prokurorëve, do të parafrohej me numrin e nevojshëm, po atë kërkesave të nevojave që i ka prokuroria e shtetit. Po thamë, e kemi ju dini kemi një marrëveshje, kemi një strategji për landet e korrupsionit edhe aty kemi të regu rezultate dhe ne çdo herë i analizojmë, i vlerësojmë se landet e korrupsionit kanë prioritet
vitin e kaluar po ashtu. Ne kemi të regu një sukses mjaft mirë edhe në zgjedhjet që në majnë Kosovë, Prokuroria e Shtetit i ka përcjell dhe me angazhimin edhe të policisë, po edhe tonën këto zgjedhjen vlerësu, edhe nga vendorë për nga të jashtme si ma suksesshmet, edhe këtu Prokuroria e Shtetit e ka të regu një gatishmëri edhe një punë profesionale në këtë drejtim. Në kuadër të nga puna ose nga fakti prej se ju jeni aty në ka ardhur mundësia që t'ju përcjellin pak a shumë në pikërisht punën tuaj, ju keni pasur një bashkëpunim të mrekulluar, ndoshta pak më dalluar kushtimisht ta quaj me prokuroritë e Shqipërisë, Republikës së Shqipërisë. Po, neve që kemi vazhdu se raportet e bashkëpunimi ka qenë edhe me prokurorët e Republikës së Shqipërisë, ne kemi pas takime dhe këtu, ju dhe dini, fillimisht në Kukës, pastaj këtu në Prizren, kemi taku me prokurora dhe me policë kufitar, me doganier, me qëllim që të lehtësohen disa procedura në kufinit edhe në luftën kundër krimit ndërkufitar. Kjo tradit, kjo aktivitet do të vazhdoj. Tash e kemë si prioritet pikën kufitare me malin e zi, pa do t'jenë të angazhuar Prokuria Themelore e PS me ato të malit zi, pastaj në vazhdim do t'jemi edhe me pjesën me Maqedonin në Ferizaj këto, që falë këtij bashkëpunimi do t'jemë më të koordinum dhe më efikas në luftën kundër krimit ndërkufitar me vendet e rajonit. Zotri Hoxha, për këto minuta që i kemi të paraparë, megjithatë mua mbetet t'ju pyes se në fakt çfarë u desht unë t'ju pyes që harrova, por që unë në fakt mirë ka qenë ta thuni për televizionistët e televizionit Besa. Po shiqo, unë besoj që edhe televizionistët kanë nevojë që të informohen për çështje të caktuara, siç e përmendë rastin e gjykatës kushtetuese, që ne kemi qenë të obliguar për këtë proces ta njoftojmë me shkrim dhe për gjëra të tjera për cilat për punën, për efikasitetin e prokurisë shtetit, unë të them se ne me këtë numër prokurorëve jemi ndër prokurorit më efikase ndoshta edhe në rajon në raport me numrin e landëve. Numri i landëve është ai që është, landëve të cilat në presin, mirë po se cili prej prokurorëve, prokurisë shtetit, Republikës Kosovës e ka të tejkaluar normën, pastaj shëqoni e kemi transparencë, keni vrejt edhe ju edhe teleshikuesit tuaj të puna Këshillit Prokurorëve në gjitha mediat e përcjellin punën, jemi shumë transparent, pastaj kemi në rezultatet tona të cilat janë evidente në luftën kundër krimit në përgjithësi, kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit e kështu me radhë. Kështu që opinioni i gjerë është mirë që në objektive të informohet. Kisha kërku që edhe ju mediat ta luni këtë rol në aspektin sa ma pozitiv, jo vetëm të gjindën kështu, si të themi ne ato pikat të zeza, apo pikat të dopta, por sigurisht se do të shifen edhe rezultatet dhe ato që janë afirmative. Unë për them, teleshikuesve, edhe sa i përket korrupsionit që e përmend ju edhe brenda në sistem, por edhe ne ndonjë mangësi, pengesë, ne e kemi një zyre të prokurorit disiplinor, ne e kemi një komision disiplinor, edhe prokurorët i nënshtrohen këtyre procedurave, qoftë të ndonjë vjetërsim i landës, të ndonjë neglizhencë, apo të ndonjë themi kështu mangësi profesionale kështu me radhë, shqiptohen masa, merren masa, po na luftojmë, po them dukurit negativ, luftojmë edhe mbrana, jo vetëm në raport me qytetarët dhe me të tjerë. Kështu që po them është një punë edhe transparente, është një punë mjaft efikase që bëhet edhe në këtë drejtim. Këto të gjitha shkojnë paralel njëra me tjetrën. Pra, edhe ne përgjigjemi para ligjit sikur çdo kusht tjetër, si çdo qytetar. Krejt në fund një mesazh i juaj cili do të ishte për qytetarët e Republikës Kosovës dhe për teleshikuesit e televizionit Besa. Mesazhi im do të ishte
që qytetarët tanë për çdo rast, për çdo vepër që konsiderojnë e shohin diçka, është mirë t'i lajmërojnë organin e prokurorisë. Në këtë pikë bashkëpunim tani është një bashkëpunim, ne kemi një bashkëpunim edhe me qytetarët, na drejtohen në forma ndryshme, edhe me dhënien e deklaratave, edhe me shkrim, edhe me informacione ndryshme. Kishme qenë mirë për çdo gjë të na lajmërojnë dhe ne do të jemi sigurisht se ne do t'i falenderojmë dhe do të jemi efikas dhe sigurisht se do t'i dalim ndihmë qytetarëve dhe kjo kishme qenë mirë dhe besoj që me një bashkëpunim edhe me qytetarët besoj që do ta kemi një edhe do të shtojë besimi ndaj qytetarëve, por të qytetarëve i punës së prokurisë, por edhe sigurisht se do të na ndihmonin në luftën e krimit në përgjithësi. Se jo, secili prej nesh, nuk ka policë në çdo vend që ta shef një rast që ka ndodhur. Secili prej qytetarëve tanë e ka obligim dhe ata do t'jenë ta njën vetin komod se nuk ka kur farë pengesa, kur farë ngarkese për ta nëse vine e lajmërojnë rastin në Prokurorinë e Shtetit. Unë ju falenderoj shumë që ishit me televizionin tonë dhe që ishit në intervistën e javës duke shpresuar se brenda radhës natyrisht dhe për aktualitetet tjera, ndoshta dhe herave tjera do të jemi përsëri së bashku. Ju falenderoj shumë. Falenderit për juve. Miq të nderuar të televizionit Besa, kjo ishte intervista e javës me ushtruesin e detyrës e kryeprokurorit të Shtetit të Republikës Kosovës Syl Hoxha. Deri në intervistën e radhës do të thotë tani një javë mirëmbëjtje dhe shumë të mira.